shqiptarët kanë vënë re që nuk e kanë problem të shahen. I thot Rama Dibranve... Familja duke sikur... I thot Rama shqiptarve Dibranve gjysmak, Velje i thoshtë çunave çyryk, gjitha fjalët e ndryshme nuk po çohen. Po therrën të rinjt, u vra dhe kamarieri që ishte në Durrës. Se e pa shtrëmbur. Edhe prapë shqiptarë nuk u çuan, më ndodhi instinktivisht, shkova ndalova në një nga këto pikat e karburantit për të marrë një kafe në autostradën Tiranë-Durrës. Pyetja e parë që bëra dhe bëra shumë instinktive i thash, a e ke Nez Expressin? Qeshje më tha, vllai, Nez është, po edhe po të mos ishte Nez e Nezim, nuk është problem. Dhe droga sheshit, hajde dalim një xhiro, gjithandej do ndihet era hashash. Po të paktën për familjen. Çfarë ka një prind më të shtrenjtë se sa fëmijën e vet? Dhe jam shumë dakord me atë që zotëria tha që duhet ketë një mobilizim jo partijak dhe prandaj protesta që u thirr sot nuk u thirr nga asnjë parti politike. Ishte koalicioni shqiptar pro familjes dhe jetës, ishte familja ime dhe persona të tjerë pjesë e koalicionit pro familjes që organizuan. Dhe të gjitha komunitetet fetare që dolën kundër.